I lutemi Allahu xhaleshanu që këto çaste të bereqetshme, këtë muaj të bereqetshëm, me na e pranu veprat tona, agjerimin ton, me na e fal gabimet tona, e baballarëve ton, prindërve ton, mësuesave ton, hoxhallarëve ton, vëllezërve ton, motrave, të mbarët të cilët e ndjekin këtë rrugë të fesë islame. Vëllezër të ndershëm, tema e sontit është pak shumë sensitive dhe është shumë e thellë. Do të mundohemi që t'i bim pika të shkurtëra, edhe pse është pak gjatë mirë, por do të mundohemi me rumbullaksue dhe me kuptua realitetin e kësaj teme që shumë po debatohet, shumë po flitet, si në botën arabe, si në botën perëndimore, si të na të shqiptarët, çështja e gruas, të drejtat e gruas, çështja e feminizmit, shkelja e drejtave të grave, akuza të panumërta kundër fesë islame, kritika të shumta kundër Koranit, kundër pejgamberit alayhi salatu wassalam. Besoj që tani është koha që na ta kuptojmë realitetin. Dhe me këto programe tona akademike, shkencore, fetare që po i ofrojmë, alternativa sot botës dhe intelektualëve dhe ata cilët dëshirojnë me kuptoj realitetin. E prandaj, përmbajtjen siç e tha edhe moderatori, do ta diagnozojmë gjendjen pak, çka po flitet në aspektin global. Pastaj do t'i him pak historisë thellë, historisë mijëvjeçare, civilizimeve të ndryshme, pak se si e kanë trajtuar ata gruan dhe femrën, e do të vim pastaj në fillim të shekullit 20 apo 19 me kuptu se si e kanë trajtuar ata të cilët po na kritikojnë shumë, e në fund pastaj do të qesim kapakun, apo do ta rumbullaksojmë çka flet Islami, çka flet Kurani për gruan, e çfarë të drejta i ka dhënë Kurani. Prandaj, këto termet, çka janë termet, do me thonë, key words, që thënë gjuhën angleze, kelimat miftahije, gjuhën arabe, fjalë, do me thënë qelsi që do të përmenden shumë, feminizmi, gruaja, islami, të drejtat e grave, globalizmi, civilizimet, religionet, këta janë këta fjalë të mjetet kryesore, këta terminologji që do të përmenden edhe jende kohë përmend sot në përshkrime e në për debate të ndryshme në gjuhë, shumë gjuhë, do me thonë, në shumë gjuhë të botës. Dhe sa për rikujtim, na këto jemi duke zbulua apo duke hulumtua për vizionin e Koranit dhe me këtë ajet koranor ku Allahu xhaleshanuhu na dhëron dhe na thot: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. Me të vërtet, ky Kur'an udhëzon ka ajo që është më e drejtë. Domethënë Kur'ani udhëzon dhe na shpije ka ajo që është më e sigurt, më e drejtë, më e pranueshme, më e garantuar në të dy botrat, dhe i si harriqon, i jep mysh të besimtarëve që punojnë vepra të mira, se me të vërtet ata do të kenë shpërblim të madh te Allahu xhaleshanu. Kjo është ajo forca jon, besimi ynë në Kur'anin famlar. Ky është ai sekreti dhe kodi sekret që neve na stimulon dhe na shtyn përpara që na të mos dorëzohemi dhe të luftojmë deri në maksimum për me qit në shesh të drejtat koranore që Allahu xhaleshanuhu i ka përgatit për njerëzin. Mos të harrojmë sistemet se si funksionon feja dhe Kurani dhe Sunni. Mos të harrojmë këto sisteme që i kemi gjithmonë, i kemi parasysh, kështu funksionon programi Islam, kështu funksionon shariati Islam. E na sot
e kemi një prej pikave kryesore, thot njerë para se të flasim, inshallah jemi shëndosh dhe rahat për sistemin familjar, kemi zgjidhur tani njerë sistemin do thot çka pikën më kryesore, bërthamën më kryesore çështja e gruas. Nanën, femrën, përgjithësi gruan do thot, dhe çka flasin të tjerë dhe çka ofron Kur'ani. Pas kësaj, kjo çështje e gruas është çështje dhe debati nxehtë dhe është me rëndësi të madhe për të njerëzimin që ta njohim pozitën dhe rolin e saj. Si është trajtuar të civilizime tjera, të religione tjera dhe çfarë trajtimi i jep Kur'ani dhe feja islame. Do thot, kështu shkon kjo çështje logjikisht. Njëherë, para se të japim mendimin tonë, të shohim tjerë, çka flasin dhe si e kanë trajtuar gruan, dhe pastaj në fund e kuptojmë edhe realitetin ashtu si duhet në aspektin shkencor dhe fetar. Është temë e gruas dhe debatër rreth gruas, është temë akoma e nxehtë dhe është e pa zgjedhur, pa definuar. Sot dhe asaj dite, në botën arabe, botën perëndimore, po edhe tek na botën shqiptare apo në diasporë tek shqiptarët. Po, sepse është temë aktuale dhe dinamike, është lokale dhe globale, dhuna fizike akoma vazhdon do thot ndaj gruas, shkelja të drejtave të saj akoma vazhdon, problemet familjare akoma do thot është proces, do thon duke u vazhdu, ankesat, problemet, po shkurorzimet, mos pajtimet mes dy çifteve, çifti njëri prej çifteve xahil, jo intelektual, do thot, jo i arsimuar fetarisht mirë, keq përdorim, do thot, kjo tek muslimanët. Po edhe anën tjetër ku t'i shohim, edhe te jo muslimanët, akoma është çështje dhe debati nxehtë, do thot, e për këtë arsye edhe na kemi zgjedhë këtë temë me diskutua dhe me kuptua realitetin se ku qëndron realiteti. Shqiptarët, si zakonisht, edhe sot dhe asaj dite, me akuza nuk kanë së ndaluri. Feja islame ja ka lidh dy durë gruas, feja islame e ka qarodit gruan kër i ka tha asaj mblohu, akuzat, feja islame kinse gruas ja ka marrë të gjitha të drejtat, kinse feja islame apo Kur'ani e ka kuar gruan tërsisht, kinse muslimanët të thot jenë një popull më primitiv dhe më prapambetur në botë, akuza, lloj-llojshme. Kjo është çka po flitet nëpër media. Kjo është çka po paraqitet nëpër media bashkëkohore. Gjuhën angleze, gjuhën shqipe, edhe gjuhën arabe dhe thot, edhe gjuhën turke, e mos flasim edhe për gjuhë tjera. Vallë, a është vërtet kjo çka po flitet? A është reale kjo çka po flitet? Sa përqind është e vërtet? Do t'i shohim do thot, pas pak realitetin do t'a shohim se si është. Prandaj, çështja e gruas edhe njerë akoma është e pa definuar dhe sa raste kemi pas në Kosovë na që vajzat tona, motrat tona jenë përjashtuar nga shkollat, pse është mbuluar me shami te dera, është nalë nuk është ligu për me hi në klasë, me viju ligjëratat në fakultet, apo mësimet. Është shumë prekse dhe shumë e pa pranueshme, pa kapshme se çka po ndodh në shekullin 20 apo prak të shekullin 21. Po. Në Francë e gjetiju dënimet me mijëra euro ato të cilat e përdorin nikabin apo mbledhjen e fytyrës, po ato të cilat do thot jenë të mbuluara nuk lejohet mu fut vendet caktuara, do thot kinse këto të mbuluarat jenë terroriste, jenë do thot persona problematik, e tjera,
nuk po do tani të humb kohën për me tregu se çfarë sulmi po ndodh. Çka po bëhet në perëndim? Kur them perëndim, kam qëllim edhe në Amerikë për të oqeaneve, po Shtetet Bashkuara të Amerikës, po edhe perëndim, do të thotë Evropën lindore dhe perëndimore, po domethënë jenë përditshme këto akuzat. Jenë përditshme. E tek na shqiptarët, na jena bën këtë kohë vjen keq shumë si popull pa identitet, si popull do të thotë nuk po dim kam jamajt pa busull, pa orientim. Kemi ngelur kryq dhe nuk po dim kam jamajt çka të bën perëndimi edhe na hyjëm pas perëndimit. Bevo me atë perëndimi, po ndaluni, qetërsohuni, zhveshuni nga morali, zhveshuni do të thotë nga identiteti fetar, identiteti kombëtar. Sot me që gjende që kemi ardhë, ne njerëzisht gati jemi gati do të qetërsu, ndoshta edhe gjenet tona këtë me ndryshua, ama vetëm na pranoni. Në Evropë, vetëm na pranoni në Amerikë, dhe më jenë keq këto perioda të rënda që po kalon edhe populli i Kosovës dhe bota në përgjithësi, po sidomos edhe populli jon, Kosovës dhe Shqipërisë dhe shqiptarët, e që kjo pandemi që na ka lodh psikikisht, do të thotë, po tani edhe lirish mund të them edhe pandemia lokale e antiqeveritare në Kosovë, tani çka po mundohen, do të thotë, ato opozitarët për me mëzu këtë qeveri, vjen keq, do të thotë, që me të vërtet jemi në udhkryq, dhe kjo mosmarrëveshje, këto sulmet, këto propagandat, këto fushatat nuk u desh tash për mu dalë në shesh, as mu marë me ta, po mu marë me shëndetin dhe sigurin, dhe me lo këtë qeveri aktuale në ta tregon veten, në ta tregon suksesin e tij, në ta tregon programet e veta, për një kohë, për një periudhë që të shohim pak. Se akoma 52 ditë, 51 ditë, as 2 muaj nuk është bëm, e mi adhon dikujt notën, pa provime, është shumë keq dhe është krim. Pa tjetër duhet me kalu një periudhë kohore për studenti, një semestër, 4 muaj, e atë pastaj mi adhon notën dhe me kuptua ka kalu apo jo. E prandaj, çka po bëjmë, me të vërtetë është kjo pa pranuar, edhe ne nuk pajtohemi as si intelektual, po dhe është të thotë një qëndrim jo i qelluar, një fushat jo i qelluar, që tani jenë çu të gjithë kundër qeverisë tonë aktuale. Allahu xhaleshanuhu i ndihmoft atyre të sinqertive, atyre të drejtëve, atyre që e kanë galin e popullit, atyre që e kanë galin e shtetit, atyre që dojnë me punu me drejtësi, po Allahu ju ndihmoft atyre. Imam Ibn Taymija dhe të gjithë dietarët islam e kanë një logo apo një fjalë shumë e rëndësishme. Allahu xhaleshani ndihmon atij qeveritari i cili punon me drejtësi, edhe nëse nuk është besimtar apo musliman. E çdo qeveritar, çdo hykymtar, fleqt kanë thonë, po hykymtar, po çdo qeveritar, ajo është hukmdar, arabisht i vjen është marrë në arabishtës, hukm edhe dar. Qeveria dhe me thënë shtëpisë apo vendit, apo fshatit, po, që punon me drejtësi, Allah ndihmoft atij. E na i drejtohemi me Allah xhaleshanu që bëjnë dua edhe dietarët, edhe xhallarët, edhe tërë muslimanët edhe botën arabe, o Zot, walli khiyarana wala tuwalli shirarana. Na qit neve një qeveritar të drejtë, e të mirë, të pastër, e jo të korruptuar, dhe mos na qit ja Allah një qeveritar të korruptuar e jo të drejtë. Amin. Pas kësaj, tani një përshkrim do të thotë të historisë së gruas, gjatë historisë njerëzore dhe civilizimeve të ndryshme, po para se të kalojmë të këto civilizimet, tu tashti do të zgjatet, do të thotë pak biseda, unë po preferoj tani një pauzë të shkurt me një ilahi të bukur, me të shikues të nderuar, një pauzë të shkurt, dhe kthehemi në pjesën e dytë inshallah, do të thotë, pa njohim gjendjen sociale
dhe pozitën sociale të gruas gjatë historisë njerëzore dhe civilizimeve të ndryshme e kohën bashkohore. Pastaj unë edhe do ta tregojmë edhe vizionin islam dhe të drejtat e taja sipas Kuranit. Mi pauzë të shkurt të shihemi pas pak inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aleikum salam, faleminderit shumë doktor për këtë pjesë të parë të programit. Të nderuar dëgjues, të dashur miq të radios Dituria Islame, do të bëjmë një pauzë me një ilahi nga studio, ndërkohë ju rikujtoj që pyetjet tuaja do të mund t'i bëni duke na shkruar në +383 44 88 698, po ashtu edhe në Skype, adresa është Radio Dituria Islame. Gjitha këto mundësi janë që ju të inkuadroni me pyetjet tuaja, e ne do t'i mbledhim për në pjesën e fundit të programit që t'ia drejtojmë doktorit. Ndërkohë, do të bëjmë një pauzë të shkurtër me ilahi dhe rikthehemi pas pak.